Situata në Kosovë është e qetë, donse rreziku dhe nxitja e tensioneve nga Serbia është ende prezent. Madje tani që po protestohet ashpër kundër regjimit të Aleksandar Vučić, janë ngritur dyshime se mund të shkaktojë në veri tensione për ta larguar vëmendjen nga problemet e brendshme. E në lidhje me këtë çështje në një bashkëbisedim me Bota Sot, foli avokati serb Čedomir Stojković. Fillimisht ai u shpreh se Vučić më shumë ka gjasa të shkaktojë tensione në Bosnjë se në Kosovë. Sipas tij, presidenti serb është shumë i friksuar për të provuar diçka në Kosovë. Kjo pas humbjes në Banjsk dhe presionit të amerikanëve dhe europianëve. Mendoi se është më realiste që ai të shkaktojë tensione në Bosnjë dhe Hercegovinë përmes Dodikut, gjë që është pikërisht ajo që po bën tani. Në Kosovë ai humbi pas Banjskës dhe pas gjithçkaje që i thanë amerikanët dhe europianët atëherë në takime personale, ai është shumë i friksuar për të provuar diçka në Kosovë. Vučić mund ta kontrollojë vetëm frika, mirë po ne pam se mentorët e tij politik në vitet 90 dhe ai vetë në momentet të së njëjtës frikë gjatë protestave po ashtu të mëdha në Serbi kundër pushtetit në vitet 1997-98, kryen disa nga krimet më të mëdha në Kosovë në 2 vitet në vijim. Pra, edhe pse mendoi se Bosnia dhe Hercegovina është prioritet për Vučićin për të shkaktuar trazira, planet e tij për Kosovën do të jenë sfidë dhe rrezik derisa rrota politike e Serbisë, e cila është duke u kthyer në të njëjtën drejtim që nga viti 1989, të prishet dhe të ndryshojë, deklaroi ai. Po ashtu avokati foli edhe për kryekriminalin Radojčić dhe se si ende është i lirë. Madje ai tha se ky i fundit mund të jetë diku afër Vučićit. Aktakuza kundër Radojčić nuk do të thotë asgjë në vetvete. Klienti im aktualisht ndodhet në paraburgim sepse në rrjetet sociale ka shkruar Serbia duhet i kthehet popullit, ndërsa Radojčić, i cili është një përgjegjës për vdekjen e disa personave në Banjsk dhe për aktin terrorist, është ende i lirë. Kjo është gjithçka që duhet të dini përgjithësori në regjimin e Aleksandar Vučić. Avokatët mbrojtës i kanë të gjitha mekanizmat në dorë për të vonuar procesin kundër Radojčić. Të jetë i lirë dhe kjo vonesë do të jetë shumë e lehtë sepse Vučići po organizon. Nuk e di se ku është Radojčić, por duhet të jetë diku afër Vučićit sepse bashkë me Veselovićin ka ndërtuar vila në lagjen e Beogradit Dedinj, vendi ku janë të gjitha rezidentat dhe vilat shtetërore, përfundoi Čedomir Stojanović për Bota Sot.